Përfundimisht, sistemi është rregulluar që do të thotë ne kemi akses për të printuar dhe për të faturuar faturat. Pas më shumë se një muaj bllokim të sistemit self-care në Albania, bizneset kanë rifituar aksesin për të kryer shërbime. Blerina Gjyriqi nga shoqata e biznesit të mesëm dhe të vogël thotë se sipërmarrjet po shfrytëzojnë funksionimin e sistemit për të hedhur të dhënat e inventarëve. Bizneset aktualisht i kanë gati këto inventare, duhet vetëm që ti uploadojnë në sistemin e tatimeve. Afati i shtyr nga administrata tatimore për dorëzimin e inventarëve sipas saj është i mjaftueshëm për përmbushjen e këtij detyrimi. Kjo është një datë e cila mundson dorëzimin e këtyre inventarëve. Një zhvillim pozitiv vjen edhe për pasqyrat financiare vjetore. Afati për dorëzimin e tyre është shtyr deri më 31 mars duke përfshirë të gjitha kategoritë e bizneseve, të cilat më parë kishin këtë afat në fund të muajit shkurt. Të gjitha bizneset, 130.000 biznese që janë aktualisht në Shqipëri kanë mundësi që të dorëzojnë pasqyrat financiare deri në datë 31 mars të vitit aktual që jemi ne. Megjithatë, sipas Gjyriqit, çdo rënje e re e sistemit do të detyronte administratën tatimore të rishikojë afatet për të shmangur penalizimin e bizneseve. Nëse do ketë shkëputje, patjetër që administrata tatimore duhet të futet në veprim që të kemi një shtyrje të afateve. Sipas saj, kolapsi i sistemit preku rreth 130.000 biznese aktive në vend. 130.000 biznese, që do të thotë 25.000 nga këto biznese janë bizneset të mëdha dhe pjesa tjetër janë bizneset të vogla. Bizneset kërkojnë garanci që problematika të tilla teknike të mos përsëriten, pasi përvoja e muajve të fundit tregoi pasiguri dhe vonesa.